14 tetori është data e fundit për plotësimin e formularit A1Z, si dhe mundësia e fundit për të vjuar studimet e larta pranë Universitetit Fanoli apo universiteteve të tjera për këtë vit akademik. Kjo mundësi është për maturantët e viteve të kaluara, por edhe për të interesuarit e tjerë, të cilët duhet ta plotësojnë online formularin A1Z në e-Albania, me qëllim që të mund të aplikojnë në programet e studimit bachelor, si dhe në programet 2 vjeçare. Ka një fazë të aplikimit të formularit A1Z, pra bazuar dhe në interesat e larta të maturantëve për të aplikuar formularin A1Z, do të thotë që përveç atyre që nuk kanë arritur ende të regjistrohen, janë dhe këta kontingjent të cilët pritet të regjistrohen në programet tona të studimit. Të interesuarit që plotësojnë formularin A1Z duhet që më pas të aplikojnë dhe të regjistrohen pranë sekretarisë te godina e Fakultetit Ekonomik, aty ku mund të zgjedhin ato programe studimi bachelor apo 2 vjeçare, të cilat kanë ende kuotat e lira.